ku inspirosh, ku bazosh, se e keni stil shumë të veçantë. A diçka mendoj Shëndret, ku është problemi se njerëz në rrjetet sociale për influencerë dhe për kujdo shohin vetëm produkte që nashta ose veshje që nashta as ato vet nuk i veshin, edhe veç vret ajo fake, më me thonë, për njerëzve që është diçka për reklam ose ku diun. Une, në rrjetet e mia sociale, si veshjet, si produktet për greme kështu, i postoj veç ato që ka i përdori edhe vet. Edhe njerëz për që ato ma besojnë shumë. Nuk është që inspirona, unë e qona bëj një video me produkte ose me sene që ka unë vet i kam edhe i përdori çdo ditë ose i veshi çdo ditë. Edhe për çdo mendoj që njerëz ashtu ma besojnë ashtu ma shumë edhe mpyesin shpesh herë rrjetet sociale. A i bjen kjo që je selektive edhe në bashkëpunëtor? Po, jam selektive, sidomos produktet kremat e fytyrës, edhe produktet që janë ushqimore, nashta që nuk e di çka janë, pa i përdor vet, kremat që më kanë ndodhur me bo një bashkëpunim me një krem, edhe që njerëz që e kanë blej, tu e pa tek unë, janë dalë dëshpërume edhe më kanë akuzu mu, se e ke postu. Po të së është një farë përgjithësi. Për krem, për lëkur, mendoj që për një me njerës të me pas shumë kujdes që ka përdorin, edhe paktën me provu si influencer, njëherë a bon për ty, e tani mi au propozu tjerve. Shumë mirë kjo, se është përgjithësi, kjo është profesion për gjitha. Po, ama vetëm se paguhesh për diçka, nuk du të pa tjetër me propozu krejtve dhe me dëmtu lëkurën, sidomos unë për lëkurën e fytyrës, s'kisha dasht me propozu gjithçka. Po dhe se edhe këtë njerëz menoj, jo menoj, po është... Duhet. Se cili njeri ka tipologji ndryshe të lëkurës edhe jo gjithë nuk mund të gjithë kuj mi bu qaj krem mirë ose qaj produkt qka do që është.